Faleminderit, vazhdojmë me telefonatën tjetër të radhës. Selamu alejkum, përshëndetje. Aleikum selam, për ju vllana im dhe për hoxhën e nderuar Bekir Halimi. Paraqitës sa privilegji nga Suedia me borë. Mirë, atëherë nga prezreni me shit, cilon shpytja juaj për hoxhën? Po, unë kisha me pyet hoxhën ku është dallimi ndërmjet 3 grupe, murxhitët, harva rizet dhe mu'tezit. Ndoshta nuk e thash mirë. Mirë, kemi qartë për cilat bëhet fjalë. Dallimi mes murxhitëve, xhavarixhëve dhe mu'tezilitëve. Këto janë 3 sekte të devijuara nga rruga e ehli sunnetit. Murxhitët janë një sekt të cilët e zhveshin besimin nga vepra. Dhe llogarisin besimin vetëm bindje në zemër, edhe disa për tyre e shtojnë edhe shprehen, kurse dhe disa për tyre mjafton vetëm me bindje. Dhe veprat nuk i llogarisën pjesë përbërëse të besimit dhe me këtë ata devijojnë nga rruga e ehli sunnetit. Kurse xhavarixhët janë sekt përballë tyre, që besimin e llogarisin bindje me zemër, shprehje me gjuhë dhe të gjitha veprimet i bëjnë pjesë përbërëse të besimit. Ashtu që nëse mungon një veprim, ai njeri nuk është besimtar. Për shembull, nëse gënjen, bëhet qafir. Nëse për shembull nuk agjeron, bëhet qafir. Nuk ka lidhje më me iman. Ai njeri do të ripërdhi imanin e tij. Dhe argumentet fetare për kësin nuk kanë, por kanë argumente logjike. Thon për shembull numri 10. Nëse e hek një numër, nuk është 10, që është 9. Ehli sunneti përveç argumenteve të shumta fetare që i kanë thonë pemës. Nëse e pret një deg, ai thuhet pemës, i thuhet pemë. I thuhet pemë, kështu që domthonë nuk kanë të drejtë. Mu'tezilitët janë sekt tjetër, të cilët i kanë 5 parime bazë, mbi të cilët i mbështetin domthonë besimin e tyre. Parimi është i parë tauhidi, me të cilën llogarisin zhveshjen e Allahut për të gjitha atributeve, emrave dhe mbiemrave të tij, do të emrave dhe vetive dhe tipareve dhe cilësive të larta të Allahut subhanahu wa taala, e kanë pastaj el-adlu, drejtësinë, që me të do thotë vendosin që mëkatarët me mëkate të mëdha të mbeten domethënë jo besimtar në dunjë dhe në grad mes 2 gradave në ahiret, dhe pastaj do thotë e kanë kategorinë el-menzile bejne menziletain, e kështu më radhë, domethënë kategoritë të cilën ata i kanë shpikë për vetës dhe cilat nuk kanë bazë domethënë në fe. Dhe se e mira dhe e keqja gjykohet sipas logjikës, jo sipas argumenteve fetare. Pra të janë domethënë shkurtimisht për këto sekte që elhamdulillah Allahut nuk kanë shtrirje të madhe në mesin e muslimanëve, janë periferike dhe janë pa vlerë dhe pa ndikim në mund të madh në mendimin kryesor të botës islame sot. Ajo që dominon është mëdhhebi i ehli sunnetit, kuptimin e shëndosh dhe saktë të tij, mëdhhebi i selefit, dhe normalisht disa deformime të vogla herë domethënë kohë pas kohe ose nianca të caktuara në kuptimin e besimit islam, por kjo është ajo që dominon është mëdhhebi i ehli sunnetit dhe mëdhhebi i selefit, dhe kjo është do për gjërave përgëzuese në këtë kohë.